U që qatë shna gjeti, qa erdhën të korak shumëre, a? Ne këtu në Angli që thatë ju, kemi shumë dëshirë të takojmë njëra tjetrën e shoqëria, po kur bëjmë i mbarë, a? Kalojnë javë, muaj, vite, me zi që bëjmë i mbarë të takohemi. Edhe për të takuar du të udhtojmë shumë, se Londra është e madhe, duhet të udhtojmë afërsisht një ore, ca të takojmë njëra tjetër. Nejse, mbasi u përpoqëm që të linim takim shumë herë, më në fund dje e vendosëm dhe u takuam me 2 shoqet e mia që janë motra me njëra tjetrën. Kur u takuam aty që thatë ju, fillojnë çik sherri kur bëm porosin aty tek restoranti. Jo do paguaj unë, jo ti, pse unë, po ti, më në fund fare, fitoj motra e madhe nga këto 2 shoqet e mia, e mori ajo situatën në dorë, e kaloi kartën e para dhe kështu që mbetëm me të tjerat. Pastaj ulëm aty dhe filluam po diskutonim, kujtonim të shkuarën tonë, ato kujtimet tona që kishim bashkë, filluam diskutonim për familjet. Dhe në diskutimin sipër, motrës së madhe i erdhi një telefonat pastaj. E mori telefonin kjo dhe serioze kjo. Okej, po mirë, do ta shikojmë, patjetër. Dhe mbylli telefonin dhe s'po fliste. I tha motra e vogël. Kush ishte? Lona, tha kjo. Kush është Lona? Po Lona është ajo e angjësisë autobusave që çojnë turista në përvende të botës. Edhe çfarë kish Lona, i thot shoqja. Po Lona mori që me vetë të çoj maman me pushimin se tha që mamaja është duket çik kështu e stresuar këto kohët e fundit dhe ta bëjmë që të ndihet mirë, duhet ta çojmë në një pushim. Ashtu, tha motre vogël, kjo Lona nuk pati në një bisedë tjetër, vetëm këtë të tha? Sa ko kish pat marrë? Po më kishte marrë që herën e fundit që kishte pasur një udhtim tjetër për të bërë edhe që atëherë. Do me thënë Lona kujtohet për shoqet, që gjoja i ka shoqe, vetëm kur ka udhime turistike që të marri maman e këtyre ta çojë të qetësohet pak se e di Lona që është e stresuar. Po asnjëherë nuk vetë ta shikoj, një herë ti thot qysh je, si po kalon, ç'a po bën, ke nevojë për ndonjë ndihmë, jo. Vetëm kur kanë udhime turistike kujtohen. Ç'a ka ardhur kjo botë kështu ore? Botë e interesit. Të duan njerëzit vetëm me interes, patën interes? S'të njohin fare se kush je. Patën interes? Ja, kështu me telefona mbrapa të rrinë. Nuk di unë ç'a të them, u zun ato me njëra tjetrën pastaj. Motrat edhe iku dhe takimi jon për i bret. I ka unë se janë për tym janë për dhe ju të kaloni bukur këto që t'jeni. Kalofshi bukur,